Besim, si duket mas të i barimit. Fluturon, krytar, fluturon. Ju lumshin kraht, kryqin. Faleminderit. A i ke ato grepat e mia ty? Hykam. Mi sill pak. E kam pasion tjetër për shkimit. Je bukur shumë për e dalë. Unë e gjej kohën dhe targa në njerë shplodhem. Ashtu është vërtet. Edhe unë po të që pasur mundësi do t'ija më shpesh. Po shteti ka punë, dalin çdo ditë dhe dyra tre. Ashtu është. Ja sot, po diskutonin për SMT-n. Ka mbetur pa drejtor. SMT-ja ka punë, çalon ajo, çalon bujësi. Ashtu është. Na duhet njëri i përshtatshëm mirë po akoma. Po sikur... Ha? Ke ndonjë mendim konkret? Po e kam një mendim, po s'di si do ju duket juve. Për këtë ke fjalë? Për inxhinier Gjeltrinë shokullon. Është kuadri i Zotit, është i afshëm. Gjergji? S'ko ditë në shoj duke. Jo. Gjergji është me të vërtet kuadri i Zotit, po... A bide me ty, Emil. Nga shoku Shkëlzem ka mësuar se keni propozuar master ndaj tij për atë defektin e anijës peza. Ashtu është, shokullon. Unë propozova masë edhe për vetën time se pandeja se faji ishte yni. Mirë po komisioni anketimit që studioj çështjen thellë nuk na ngarkoi me përgjegjësi. Përkundërzi, për inxhinier Gjergjin tha fjalë shumë të mira, prandaj edhe ju a propozoj shokullon. Po. Inxhinier Gjergji është konstruktor i talentuar. Shumë. Pastaj e keni edhe përgjegjës byros teknologjik. Neve na than krah shokullon. Po duke u nisur nga nevoja juaj dhe nga interesi i përgjithshëm, prandaj po. Po, sidoqoftë propozimi nuk është pa. Shikoj. Do bisedojmë me ato shokët e komitetit partisë. Në rregull. Ç'u? Në rregull. Do t'i hedhim një herë to edhe ti. Qatë ka dorë? Ëra se e vrava të dreqin. Po bicikleta? Mos u bëj merak, se kam quar te bicikleta Gjiu. Qa bicikleta Gjiu, më pse pësoj gjë? Po ruzova. Vrava dhe dorën. Si urdzove, buri dhe si urdzove. Dgjoj. Parë zanën me Edën nga shëtitori e Curilave. Po pastaj? Ishte taj tipi nga mbrapa më. Orgimi, po ishte treta herë që shikoj nga pas. Tipi çuditshëm. Qa ti bëj kësaj, se t'ishe për mua e kësha rregulluar unë qefin. Iki. Qa ke ndërmend bësh më? Qa ke ndërmend bësh më? Ike ndera, fundit unë e kam patent. Dgjoj, merr dhe urimi me vete, se ke te kthesa. Tani më rrisi punë lagurt. Shije që që na bërë më rrukaç. Një rrihesh me grushan për rrugë. Sot bën këtë. Nesër kush e di se ç'do të na bësh? More, kur do të vësh mend ti? Ne me bukë dhe ti me burë. Mos mirënjohës. Mjeshtër, unë nuk jam mos mirënjohës. Po Zana nuk e lë dot vetëm si njeri pa njeri. Po si për ditë mjeshtër, janë ndërinë, s'ke se shbën. Gabim të madh ka bërë djali, po se përsërit më, ha? Pim një kafe. Haj. Ç'bëre për projektin? E mbaroj. Urime. Dje u miratuan në mbledhjen e sektorit. Po kam një farë dyshimi. Pse? Po ja, parti erdhi në Institut Gjertrina. Të kujtohet, kam falur. Po. Nuk më pëlqeu fare projekti. Oh? Ngul këmbë për vendosjen e sinkroliftit. Çfarë është ky sinkrolifti? Po ja, si ta shpjegoj unë.
Është një lloj platforme metalike që nxjerr në mënyrë të mekanizuar anije në tokë. Mua më duket interesante. Jo, ashtu është interesante, por është vështirë për të realizuar. Se dëgjoj Brikena, kyçi çdo suksesi në punë qëndron tek të qenurit me këmbë në tokë. Se mund të ndroj unë gjithë natën dhe gjithë ditën, por puna është se sa mundësi kam për të realizuar këtë ëndër. Nxitojmë tani sa bëva? O liri. Po sikur mos shkonim fare në festival, shkojmë diku tjetër. Pse? Kam hallin Ajkunës. Që më duhet Ajkuna kur të kam ty me vete. Pa hapeni të shkritë ose u hapa. Ishtë bërë hataja sot këtu. Pse? Ishte Ajkuna. Tani sa po iku. Ashtu, a? Shkon logën e gjumit se të pretytat. Hajtë keqe nena, për kujdes sa është pa qef. Mirë mbrëma. Si e, babi? Ullu. Pa të ndaluar që takohesh me të. Ju sot jeni takuar së bashku në festival, po. Unë s'ju kam premtuar se u të ndaj me të. Pastaj s'gjej asnjë arsye, o babi. As ju s'm keni dhënë fakte që të më bindni se ai se meriton dashurinë time. Ka verbuar dashuria e vajzës. Dashuria e vërtet s'është verbëri, baba. Je, pora. Kush ka këtu? Zgjedhën me këtë. Dashuria ka verbuar njerëz më të mençur se ti, vajzë. Ashtu është, o babi, po. Ju akoma s'm keni thënë se ç'të ka i liri. I dashke me të numëruar ati. Mirë. Tate mu. Dëgjoj këtu, Brikena. I dashuri, i zgjedhuri, i zemrës tënde. Ka ardhur me shërbim këtu. Ka ardhur përkohësisht në institut. Kjo do të thotë jeni se mund të shkoj përsëri në Vlorë. Në çfarë? Do të shkosh pas? Po. Kam sakrifikuar një jetë tërë pas jush. Çfarë? Mos do të bëhen bish tashti në këtë moshë. Brikena, mirë. Ajkuna duhesh të shkonte pas burrit saj, sepse ashtu duhet. Po ti pse? Pse? Ti ke patur kaqe raste njëri më të mirë se tjetri. Pse? Mos do të më kërkosh edhe ti që të ndërhyj për të. Baba. Mos vëll këto shpresa e mbajnë atë që të është vardisur kaq shumë ty. Jo, babi, ai nuk është njeri i tillë. Pastaj, pse i shikon gjërat kaq si? Të lutem, mos e kërkoj një gjë të tillë. Unë atë e dua dhe nuk mund të ndahem prej tij. Atëherë, është e kohë që të vazhdojmë të bisedojmë bashkë.
Shko. Jo. Nuk më merr mendja se ti do t'jesh e lumtur kur të mendosh për vuajtjet time. Pas kene ardhur inxhinierë, Se ju si gjithmonë I përpikët, profesor. Përpikmëria në orar është detyrë elementare inxhinier, por për një specialist ose shkencëtar është kriter vlerësimi. Ja për shembull, me që ish antar I komisionit të anketimit të anijës peze, bëri përshtypje jashtëzakonisht të madhe saktësia e llogaritive dhe e projektimit të saj. I tha shokut Shkëlzen se inxhinier Trina meriton të paktën atestimin e bashkëpunëtorit të vjetë shkencor. Keni gjë tjetër? Jo. Mirë. Pritni pak jashtë. Unë beta shumë I zgjinjur shok. Se kuptoj. Si aspiron të bëhet shkencëtar një njeri që nuk njeh thellësisht lëndën e tij kryesore profesionale. 6. Për mua 6. Në fakt, mes 6-ës dhe 7-ës ishte. Por, me që është drejtues një kantier dhe me shumë të lashe, do të ishte si fyes nota 6. Lëshime, shok. Lëshime. Unë mendoj të mos bëjmë asnjë lëshim. Sepse mediokër si ky, pastaj arrin të zhvasin edhe grada shkencore. Kjo s'ka asnjë dobi shkenca jo. 6. Kam 15 vjetë që me kantierin, me shokët, kam lidhur gjithë jetën time. Edhe kjo nuk është gjë e lehtë. Ju duhet më kuptoni, shokë kryetar. Pikërisht tani që mendoj se mund të bëj diçka, ju... Çfarë? Si ta them... Po, nuk jam I prerë për të qenë drejtor. Jo, vërtet, se them për të bërbisht. Më kolloj bëj një projekt anije, se sa të artoj një relacion zyrtar. Prandaj lutem, më lejoni të punoj aty ku jam. Se unë... Hapëra, nxirre shkretër. Më falni, po ju pyes. Kush e ushtiu në mend kandidaturën time? Kush na shtjell në mend? Puna jote e mirë, Gjergj. Të faleminderit. E kuptoj, po nuk e bëj dot. Mirë dhe të mirë. Do me thënë nuk u bëre I madh inxhinier. E po shtë bësh? Ja që erdhe me fjalët e mia. Megjithëse më akuzuan për shpirt reparti. Unë për vete isha I bindur. Maketën e fontanit e ke gati, të motoskaf. E dënë? Po. Ika, miropafshim. Miropafshim. Ha, Emil, erdhe për takimin, e? Fani për vonesën, po sapo mbalova provimin e parë të gradës shkencore. Me sukses? Po sigurisht me sukses. Hajde, urime, urime. Faleminderit. Megjithëse prodhimi nuk plotkohej gjithë përgatitjes. Ashtu është. Më fal. Lutem. Urda. Po. Po e qartë. Shtesa e prodhimit është e nevojshme, po. Po. Edhe pasqyrën e specifikimit këtu e kam. Po.
Po, kuj do t'ja ngarkojmë të shtesë prodhimi? Të gjithë kanë delashet e tyre. Mirë, do të bisedoj dhe me Nestin dhe do t'ja përgjigje më vonë. Miru pafshim. Tjetër halkë. Më fali që unë ndërhy, përse është fjalla? Për ato pajisjet elektrovinçave, i kemi shumë problem. Po mirë në i gjë, nuk e marim do të përsipër, në? Po mbi planin edhe pa shkelur cilësia. Po kuptohet që ku shkëllëzën, do sforzohemi një qikë, po derisa janë ka jitë nevojshme. Janë shumë të nevojshme. Po mirë, bisedojnë edhe me kolektivin, edhe pastaj të konkretizojmë se ç'pjesë do të prodhojmë. Me kolektivin e bisedojmë ne, shoku Shkëllëzën, po për detyrën që kam takon të di edhe mundësitë edhe rezervat, kështu që i sentime e marrë që tani unë. Po mirë, dakor. Shkojmë atëre? Shkojmë. Urdhon. Dhe si antari drejtorisë do e marrë shtyp përsipër drejtimin e aksionit. Edhe i duhet përfunduara brenda 3 mujorit edhe jashtë planit. Brenda 3 mujorit? Po, është detyrën, e ka ngarkuar dikasteri. Dhe ta marrun përsipër? Po sigurisht. Apo do të marrësh përsipër drejtimin e kantierit? Po është e pamundur, shefu Emil. Është një volum pune që se përballojmë dot. Ndaj ju lutem shumë, studiojeni edhe një herë. Nuk kam se çfarë të studioj. I duhet përfunduara brenda 3 mujorit, thash. Sikur nuk e diu që nuk është aq kollaj sa në letër. E po unë nuk marr përsipër një detyrë që nuk mund të bëhet. Më çuditet dikasteri. Po si mund të jap një urdhër të tillë? E po ja që kanë harruar të të pyesin ty. Shiko, nuk të thira këtu për të diskutuar detyrat, po për të ngarkuar detyrë. E po, ky problem duhet shtruar në kolektiv. Për dënë më ndjeje vetë me ti, po ja që këtë radhë nuk është nevoja, duhet punë. Ashtu? Ashtu. Po unë... Edhe më vjen keq që të shoh kështu të sikletosur, po ja që kështu e kanë këtë punë, inxhinier. Dikush duhet urdhërojë, dikush të bindet. Edhe puna me sinkroliftin pret apo jo, nuk është aq urgjente. Pastaj ju jeni zotit, ta raciononi edhe kohën, edhe punën. Qartë? Në 57. 5 decimo. Differenza 5 decimo. Uja. Urdhëro pjesë të detajeve për pajisjen e elektrovinçave. Inxhinier. Mos ka keq kuptim apo ndonjë gabim këtu? Jo, nuk ka asgjë të tillë aty. Po kryeinxhinieri na i paraqiti si detyrë që mund të arrihet në aksion. Derisa thot kryeinxhinieri, ta bëjmë atëre. Si ta bëj? Edhe ti që ke bërë llogaritjet vetë kështu? Po si mund të ndryshe për gjekse aksionit? Apo nesër dalum pengu si kryesori ty. Ti të paktën duhet më kuptosh. Në radhë të parën ne të dy jemi komunistë dhe nuk na takon të flasim kështu. Unë mendimin tim e kam dhënë të qartë dhe ta mbroj deri në fund. Por nuk është punë drejt që e mori. Ne po bëhemi vetë pengesë për punën tonë. Punën nuk do ta pengojmë. Vaporët do t'i riparojmë dhe sikroliftin do t'a bëjmë. Por aparaturët, autovinçave do t'i bëjmë se diku duhen. Po sa kemi takatin? Po pse mi thua mua të gjitha këto? Mirë më mirë, ke të drejtë. Po nuk më merrte mendje që kryeinxhinieri kantierit të merrte përsipër detyrën në ty. Do paktën të bënte një llogaritje të parafort. Jo. Ai llogarinë e ka bërë, po e ka bërë në kurrizë të sikroliftit. Ç'është? Agimi është zhytur për të parë avarinë e Likës.
Mjeshtën duhet nxjerrë në thatë. Elika e kanë ngrënë keq. Po ty shtu desh pa bomula. Kishte defekt kompresori. Pastaj unë jam zhytur për qef, jo për punë. Landi, shpejt të vishëm. Nxito. Ik mërti. Po trama? Më ngriu gjaku. I tillë është Agimi. Prandaj është ai. Dhe e dua si djalin tim. Dhe ma merr mendja jo vetëm unë. Jo, ti e ke marrë natë kohë. Ai është njeri shumë i mirë. Dëgjoj sa. Po. Edhe mua më ka ndihmuar për punën e shtëpisë. Le që po të kishte dashur kryeinxhinierit, kishte flakur jashtë, me atë që bëre ti me makinën. A lem fare këtë bisedë? A i gëzuar? Gëzuar. Shiko kush erdhi. Sa zor që më vjen. Pse këtu s'ka asgjë të keqe? Do më thënë, projekti mbeti e kish. Sipas kam lejtur fare mendimet tona. Ju keni mendime dhe qëllime të mira, inxhinier. Por disi të parakoshme. Do të shtrim këmbët sa kemi organin apo jo. Dakor, po pse ti vjen vetes pengesa nga koka e nga këmbët, që kur të kemi organin më të madh, mos i shtrim dot pastaj. S'po e kuptoj. Po ja. Nëse do ku i thatë, duket i parakoshëm dhe kërkon shpenzime të mëdha. Pse të mos i lëm vend të paktën për të ardhmen? Mama. Bravo. Çdo të marrë? Po verë? Atëre 2 vera, një dopi raki. Qofte dhe fërges. Po mirë. Nëse e vërtet është kaq i domosdoshëm për të ardhmen do ku i thatë, atëherë pse nuk e parashikuan detyrën e projektimit? Duhet ishit marrë vesh me njëri tjetrin, sidomos ju specialistët më përvojë të kantierit. Për këtë ke të drejtë. Po, shkallëdokimi përsëri 3 kemi lënë. Për mendimin tim është shpenzim i kot. Sinkrolifti e bërë me leverdi punën e tyre. Të nxjerrësh nga deti anijet e vogla dhe të mesme me shkallëdokimi, do të thotë punosh si në konet e udhës. Mirë, po sinkrolifti juaj ka 500 ton kapacitet. Kush tha? Kjo është vetëm faza e parë. Më vonë do ta bëjmë 1000 tonshë. Çfarë? S'të besohet? Po buja, mos na ka fajlire për këtë mosbesim. Unë prapë me mendimin se duhet vetëm një shkallë e madhe dokimi për ndërtimin e anijeve të reja. E ju admiroj për ëndrat e guximshme, inxhinier. Ëndër? Po pse ëndër duket prodhimi i anijeve 500 tonshe? Na ka kostuar 3 herë më lirë se që mund t'i blinim jashtë. Pse duhet mendojmë kaq shumë për riparimin e anijeve dhe kaq pak për ndërtimin e tyre? Më falni lirë, po duhet të jem krejt i sinqert. Ajo mos u druani as pak, inxhinier, se debati pa sinqeritet nuk ka vlerë. Por pavarësisht nga mendimet e njëri tjetrit, detyra e projektimit... Detyra e projektimit? Përsëri detyra e projektimit. Sidoqoftë, nesër do të dëgjojmë dhe shokët e tjerë në mbledhjen e Këshillit Tekniko-Shkencor të Kantierit. Po këto? Mos u mërzit, Tomi, se do të rregulloj Genci ty. Do të njof me shokët e pallatit, do të bëj një kasole të bukur. Sa gjëra do të bëj unë ty. Genci? Po ti këtu? S'më pranon mami në shtëpi. Pse? Po jam o babi, unë jam usha mendje portierit të shkollës, më falte këtë qenë. Sa ti bëj një kasole? Po ti e di që mami lodhet shumë. Se përveç punës, jemi 2 burre që presin prej saj. Kurse ti në vend të çlodhesh, e mërzit e lodh më shumë kështu. Kur më thot për ndonjë punë unë e bëja, babi, po që ta gjej vetë ç'duhet të bër, s'jam gocë. Pastaj mami thot dhe për ty që se ndihmon. Të drejtë ka. Pastaj ti e di që kam patur shumë punë. Kështu thua gjithmonë, babi. Po me qenin si do t'ja bëj? Po shtetem unë. Ja, po mbledhin këshillin familjar dhe di që të rregullojmë. Sa mirë zgjidhen punët kështu, po ti s'ke shumë kohë të rish me ne. Pastaj, dhe kur vjen në shtëpi, mendjen tek librat e vaporrit atë.
inxhinier. Erdha të bisedoj. Nuk kemi që bisedojmë. Dëgjova ti, dëgjova dhe unë me mbledhjen e Këshillit Shkencor, apo jo? Si bashkëautor do të vendosim bashkë se ç'do të bëjmë. E po mirë do të bëjmë në një përmirësim, në një ajustim të vogël. Në mbledhje nuk u diskutua për përmirësim, por për dy koncepte fare të kundërta. Ore djalosh. Duhet të llogaritur edhe sinkrolifti. Se merr kaq seriozisht të lutem shumë. Kështu ndodh kur diskutohen projektet, ka mendime të ndryshme, po sa mendje ka. Unë mendoj se ata që kundërshtuan projektin kanë të drejtë. Ashtu? E po mirë. Mund të bëhen dy variante. Shumë mirë, të shtrohemi dhe të saksojmë gjërat. Nuk kemi se çfarë të saksojmë. Unë perspektivën e zhvillimit të kantierit e kam bërë të qartë, edhe problemet që dalin gjithashtu. Pavarësisht se sa janë kuptuar dhe konkretizuar në projekt. Por ju keni firmosur detyrën e projektimit, edhe projektin si bashkëautor. Shikoj inxhinier, në fund të fundit unë kam hallet e një kantieri për mi krye. Kurse ju që paguani si projektues të nguleshit këtu gosht, e të sqaronit që në fillim të gjitha. Edhe jo ishtë të më thuash tani se kam të drejtë. Sa për gabimet e mia, por vetëm për të mijat. Jam gati të mbartë pasojat deri në fund. Ndoshta gabimi im kryesor është se pata shumë besim në njohjen tuaj si kryenxhinier i kantierit. Mos spekuloni me detyrimet që kam ndaj jush si zot shtëpie. Sepse në fund të fundit edhe spekullimi ka një kufi. Sa për të qenë korrekt me ju, po ju them se do të raportoj me besnikërinë e drejtorinë e institutit për gjithë që bëhet që u tha këtu. Edhe nëse do të më besohet riprojektimi, do ta bëjmë me dikë që të mos ketë në kokë hallet e një kantieri. Atëherë nuk kemi që bisedojmë bashkë. Hajde urdhër. Faleminderit. Nuk është projekt I parë, se po ka shumë ndryshime. Është një variant tjetër ku kam pasqyruar pothuajse të gjitha vërejtjet që bën në kantier. Ju kishit të drejtë inxhinier. Po mua ma kishte bërë mendje dhall tjetër kush. Edhe ja tani po paguaj Araci. Në ratë parë është kantieri, vllajdashëm. Kantieri. Ne shkojmë me vim, kantieri mbetet. Dhe s'dua që nesër ata që do vinë pas nesh, të na mallkojnë për këtë. Inxhinier Bert Rora, miku I ngushtë I Emilit. Thoma, të lutem parakaloj pak motorin. Çfarë se kështu sotëm? Asgjë. Nuk të nga dhëra për nësë. Jo, po vime të një shimë. Ka marrë ka se të të Pse fikemi? Ishte këngë e bukur. Ma ka të në kasetën një shok. Të lutem fike se nuk e doro ka ndodhë në dhëmë shumë koka. Me qarë ke kështu ti se të pyeta dhe që parë? Asgjë. Shqyqyr që e bërë zemër ngurë të erdhe. Të pritëm mbrëm. Po unë sot para dreke isha nga shtëpia. Gjitha vetëm gjyshen. Ndenja sa për ta qetësuar pak. Se qa kishte gjyshe, unë e lash mirë. Po qirte faqet nga turpi. Se kishin uruar beban për fejesën tënde. Ama kokë që ke dhe ti, Po funde ama mirë kështu. Me sakrifica. Sa kështu si unë. Me leritje po, mërzitje po. Ti s'ke pse ankohesh Vangjilin e ke shumë të mirë. I mirë, pra shumë I mirë është vërtet.
Diplomat po. Korrekt po. Delikat po e po. Është edhe i ëmbël. Aq i ëmbël sa ta sjell shpirtin më të hundës. E di çam shkruante. Ha. Se s'kishte nga t'Amanda dhe ishte detyruar ta pranonte apartamentin e dytë. Edhe për të më ëmbëlsuar mua dhe imbjen, ma kishte bërë fush me lule si në një 15 vjeçar naiv. Prandaj nuk e do ti. Prandaj të rrethon. Njën vete ti? Nuk të lejoj ta dishe? Ti s'duj të lejosh vetes. Me qa flet, qa thua? Qa në të budalli që? Di mazit e ku shkove me motorti. Nuk të jap llogari ty. Shiko punën tënde. Në ato e dua. Dhe ta kem shokjete. Po ti maj. Ti që ke goxha burr. Që plase sa e more. Që brodhe Europën me ta. Që të do dhe të mban në plëm të dorës. Si s'ke turp, maj. Si të vjen turp që e traft... Kena më falë. Kena të lutem falë. Alo. Po. Si? Babi. Doktor, si është? Asgjë më rëndësi. Një ngritje më njëhershme e tensionit që ka rreziqet e saj. Ka mundësi ta shoh pak? Po si? Faleminderit. Nuk ka ndonjë rrezik. Ca ilaçe do t'i kaloj. Si e babi? Mirë. Kaloj. Brikena, ku është? Po e mund të babi. E di. Ju desha të dyjave këtu pranë. Më fal, babi. Inxhinier, puna shkon për të faqe të zezë. Po kështu e drejton aksionin ti? Po përpiqem me sa mund. Pastaj 108% nuk është për faqe të zezë, besoj. Nuk më duhen përqindjet mua, më duhen pajisje që kërkon ministria. Apo do të na nxjerrësh gënjeshtar para zëvendës ministrit? As pak. Po me ndonjëherë dëshira s'përputhen me mundësitë. Po
Pastaj mendimin tim ta kam thënë qysh në fillim. Po ja, këtë thuaj, do që të dalë fjala jote, sepse mundësit janë, po mungon dëshira. Prandaj edhe nuk e qenë punën këtu për mos thënë një fjalë akoma dhe me të rëndë. Ju mund të thoni çfarë të doni, po kjo nuk është e vërtetë veç. Atëherë përse nuk i ndërpriti punimet me sigurisht përderisa nuk kemi afate për të. Përse nuk i shkurtoni ato procesën prodhim që ka propozuar inxhinier Qasi këtu të shumë? Sepse asnjë nga ato nuk duhet bërë. Se ky lifti ka akoma shumë punë të lashe për të montuar. Kurse shkurtimi i proceseve do të thotë çkeli teknologjisë, prandaj cilësisë. Mjergull fjalësh. Mjergull për të fshehur të vërtetën. Ka mundësi të flasë më haptas? Ti kërkon që unë turprohem para udhëheqjes dikasterit. Kështu? E po në rregull atëre. Ti e Kollaj. Hiq më mua dhe merri vetë në dorë frenat e aksionit. Tregoj sheshit se sa i zoti je. Se për bërë planën letër e për ma zotime në vash Kollaj. Provoje vetëm një ditë të zbatosh ti këtë plan, e pastaj kërkon nga të tjerë të zbatojnë çdo ditë atë. Të është ngarkuar ty aksioni, edhe ti do përgjigesh gjë në fund. Do vendi jeni edhe partitë për këtë. Emil. Jemi keq me aksionin mjeshtër. Po shoku Shkëlzem thotë se ju vetë morët përsipër këtë detyrë. Edhe nuk e përfillet fare kolektivin si që porosit je. Po mirë, kush u autorizoi juve që të mireni me punët e mia dhe të na krijoni keq kuptime me dikasterin? S'besoj të kem nevojë për autorizimin tuaj të shkoj të qaj hallin komitetin e partisë. Ec. Emil? Shiko, te pago t'ja qësh mamas nesër, Qështë? Një kek. Edhe shiko, mos haro t'i thuash... Do t'ja shpirë shoferi, se unë nuk ja shpirë, do t'jam i zënë në punë. Si e shpirë? Shkosh dera tjetë mos i bësh një vizit mamas? Po çka për të çuditur? Si të mos çuditem njerë. Po jam i zënë kam punë, thonë. Muhabet. Kur ishte babaj gjatë, ishe gjithmonë kohë. Oh, babaj. Lëre më çkret nga ti të karan, lëre të qetë. Do mos do se tani se kemi të bëjmë. E, ashtu është, se kam me nevojnë. Hajde të bijem tani se pastaj vjen edhe më nxjerr gjomi ti mua. Qoftë se të bezdis mund të fletë. Mirë. Lëre se shpi. Nuk ka nevojë të Pa, sa jam mërzitshme e bërë. E di. Po unë çuditem se plasë sa morë. Se isha budalla, prandaj. Po mos më bëj të flas tani ti nxjerr të gjitha se këtu i kam. Merr vesh apo s'merresh? Unë nuk po të fyri. Po me qenë qera fjala, po ta kujtoj se u lidhe me mua për interes. Se kishe nevojë për përklarjen e Timeti që të bëje karrierë prandaj. Ule zërin. Se mjaft kam heshur, më mjaft kam dëruar një herë. Mbyllë më se u bëm objekt na dëgjuan gjithë komshit. Po si kësa i tremështi. Ke hatruash masken, po ja që unë të njoh pa mask. Dhe mallkoj ditën që u martova me ty se ma nxive jetën ma nxive. Më dhish tërp. Mirë ma bëre. E meritoja. Adelin. Çfarë bën? Adelin. 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 Janë gjëra që ngjasin Adelin. Ktheu të lutem. Xherusem. Shkeme. Ja, këtu është doku i thatë, kur në të ardhmen do të riparojmë vetë anijet e mëdha që ka dhe do të ketë flota jonë. Ky është singrolifti, i cili do të përurohet këto ditë dhe që i bën fare të panevojshme shkallët e vogla të dokimit të variantit parë. Kurse këtu është parashikuar shkalla e madhe e dokimit, e cila jo për riparime se sa për ndërtim anijesh.
Zona që shikoni është lënë bosh për rritjen e ardhshme të kantierit. Varianti dytë, i zbatuar plotësisht, e ka përcjellën kufirin e financimit. Veç se projektuesi nuk do ta ka përcjellë këtë kufi. Thash i zbatuar plotësisht, sepse në fazën e parë nuk është parashikuar do ku i thatë. Por si të qoftë, vendin e ka dhe do t'i lidhur teknologjikisht me pjesën tjetër të kantierit. Kurse shkalla e madhe e dokimit, jam i mendimit të ndërtohet qysh në fazën e parë, për të pasur qysh tani të hapur për këtë po ju thoja. Sipas nevojave të ekonomisë së vendit. Po, bashkautori nuk është dakord me ju. Bashkautori i variantit parë? Po. Të cilën ju sot e kundërshtuat. Pse e bët këtë? Sepse nuk u thellova në njohjen e problemeve të kantierit, të mendimit të specialistëve dhe punojësve. Por unë mbështeta vetëm në njohjen e mendimit të bashkautorit dhe bëra një punë teknokratike. Për këtë mbaj përgjegjësi të plotë, edhe kam bërë autokritik në mbledhjen e kolektivit të institutit. Po ju lutem shumë, kjo është thyrje? Inxhinier Emili. Po si që nga kështu, profesor? Po më qetë. Ta dëgjojmë një herë, pastaj nxjerrim konkluzionet. Vazhdo, djalë, vazhdo. Desha të theksoj se me përurimin e sinkroliftit, varianti i parë u vjetërua dhe u tejkalua para se projekti të miratoj. Kaq kishe. Më falni. Po neve të kantierit jemi më të interesuarit nga të gjithë që të kemi kushe sa më të volitshme pune. Do të jemi edhe një qik realist, shok. Të jetojmë me situatat, me hallet e popullit. Edhe një qik më respekt për djerës të ti, ju lutem shumë. Ne do i përballojmë detyrat pa kërkuar asgjë të tepërt, me mobilizimin dhe gatishmërinë e punojësve tanë. Të cilët kanë qenë kundër variantit të parë. Apo s'është kështu? Ka ndonjë që kërkon qiqëran hedh. Sidoqoftë unë jam për variantën e parë, me ndonjë përmirësim të vogël. Unë jam dakord me shokun Emil. Investimi është i madh dhe i parakohshëm. Pavarësisht nga dëshirat, po ne akoma nuk kemi përgatitur për ndërtimin e anijeve të mëdha. Profesor, ju dëgjoj. Është për arsye moshe dhe shëndeti juve do të më lejoni që unë të flas ulur, ndërsa unë nuk do t'i lejoj vetes time që për arsye moshe të mendoj si që menduan disa shokë të shti këtu. E ka mira i inxhinieri ri atje. Po. Pavarësisht në një vërejtje që mund të kemi për projektin, a i foli drejt, shok. A i foli drejt edhe me kuzim. Nuk ka, shok. Kur veprat që projektojmë edhe ndërtojmë shikohen me perspektivë, kjo do të thotë se i kemi shërbyer mirë ekonomisë sonë. Përkundrazi, një teknologji që vjetërohet shpejt, sado që në dukje e lirë, ajo i kushton shumë shtrenjtë popullit. I kushton shtrenjtë edhe nesër i bëhet ferë në përkam, sepse e pengon zhvillimin ekonomik dhe teknik. Mirë po, shoku Shkëlzen është një qik i mirakosur për kufit financiar. Deri diku keni të drejtë shoku Shkëlzen, sepse juve i dini më mirë hallet edhe punët që duhen bërë. Por edhe unë ama nuk themi që të bëjmë luks të madh për ndërtimin e një vepre edhe të lëmë disa vepra të tjera që janë pa të nevojshme. Por ama më falni, jo sot të ndërtojmë një vepër, edhe nesër të themi që bëmë. Pa mund të përballoj dot një punë të tillë. Një kantier sipas projektit që na paraqitet këtu pak më parë dhe që e mbrojti me aq fanatizëm shoku Emili dhe ndonjë tjetër? Jo, shok. Në asnjë mënyrë jo. Ja disa për llogaritje i kam bërë ashtu shpejt dhe që e vërtetojnë totësisht këtë që thash. Pjesa më e madhe e fondeve që do të harxhohen për dokun e thatë, del nga eliminimi i shkallëve të vogla të dokimit, të cilat do t'i zëvendësoj sinkrolifti. Ndërsa pjesa tjetër
Jo vetëm që është e vogël, fare vogël, por edhe me rëndësi shumë të madhe për perspektivën shok. Inxhinieri Iliri ka menduar mirë, me Niko Qirlek i ka menduar drejt gjërat. Unë kaq kisha. Profesori bëri këtu një argumentim të saktë dhe shkencor, kështu që unë nuk kam se ç'të them. Vetëm se duhet të përgëzoj inxhinierin e ri Ilir Çelikasi për punën e mirë që ka bërë. Përgëzime inxhinier. Faleminderit. Dëshiroj të them se për variantin që u miratua, ndihmesën kryesore e ka dhënë inxhinier Gjergj Trina i kantieri detar, sido që zyrtarisht nuk figuron si bashkautor i projektit. Po ku është këtu inxhinier Trina? Nuk bën pjesë në këtë këshill dhe nuk na është rekomanduar. Sidoqoftë, i lumt edhe inxhinier Trinës. Ashtu është, profesor. Atëherë diskutimin e mbyllim. Urimet janë. Edhe sot më dhatë një mësim të mirë, profesor. Po edhe ti studenti im jesh këzë. Sa të rrojmë, do mësojmë me njëri tjetri. Po mua nuk më del nga mendje inxhinieri i ri. Djalë jaftë. Ja, të tillë njerëz do të përkrahun me të gjitha forcat. Kurse të paaftët janë të patotshëm. Atyre duhet të tregojmë nga ne shumë shkëlqyer. Kjo shtëpi më deri në shtëpi, profesor. Ja, jo, të faleminderit shumë. Sot është kohë e mirë edhe unë kam nevojë që të eci pak në kënd. Si e ndjeni veten tani? Më mirë, tash më mirë. Shëndet, profesor. Ditën e mirë. Gjithë të mirat. Tjetër. Hajde ma shiko pak petën, pse ndel ka që keq kjo? Po vini edhe pak me sheste. Ashtu. Hape tash. Tash me grecë, Ke nga duar të ndrikene zbiru. Ai studenti im, ai Qeliku. Iliri. Ai sot më ka bërë zemrën mal, më ka bërë. Babi. Shikoj se si në shkollën të ashtë. Shkollën të ashtë. Po që keni këto shokve mirë. Të tepër të. Nuk e zheu nga zhëmë, Goli. Ta pikim nga një gofë, bëqa me të. Faleminderit.
Mirë. Ja gëzuar. Bismillah. Sa gjithë mirë. Urdhë. Faleminderit, unë vetëm partizan. Lize, su bëgjamet, ha? Faleminderit. Po ju e keni filluar kështu përsëri? Është të lënë hadhe tërkuris, lënë të lashit. Po që keni kështu shaku e mi? Faleminderit. S'jam një mërkulli, se që kam një dobules, më prijen gjujnë. Po të siguri lodhja. Lodhja, shumë. Lodhja. Lodhja. Insaf, gjithaj kanë tjerë gjithë ato probleme. Ashtu është. Po, Adelina? Adelina? Qëfar? Nuk ndodhet në shtëpi. Nuk është kthyer akoma nga punë. Mallkuar tuaj u shkërkon punra e poste me përgjegjësi. Ashtu është. Jo. Më mirë 100 herë i thjesht. Ku ma gjenë? Flera ato. Flenë si qaqë. To evidencat i sodhe? Po, urdhë. Da. Me globalin që ngemi mirë. Po, kësa radhe jemi shumë mirë. Jo, mirë. E të me zërat, si kemi punët mirë i shkolli këtej, të kalime, ndë edhe viqite. Në hap të lashet të mëdha shumë kjo. Pas gjithë atyre kritikave që na bënë për projektin e rekonstruksionit, edhe kjo na duhet. Po shtë të thotë Koli, më shoko Emil. Po ja, do të bëna i gjë, Koli. Duhet lëvizur diçka. Jo, maja e lapsit bënë mrekullire. Po kjo është me zarar, më shoko Emil. Si jo nga me zarar, do të vend në qeveri. Do të bësh një qik me zgjuarësidi, të zgjuar një qik. Se funda nuk është një gjë e madhe, i që ka një gjep edhe hidh një gjep. Dëgjove? Ku di është të themish? Mere, hidhe. Ashtu. E ta në kësaj punë ti, Koli. Dëgjove? Vretën ta hoqën, Koli? Po. E hoqën, e? Hoqën. E mirë shumë. Gjalli është mirë. Mirë, falem. Po është mirë fare. Dgjë, Koli. Urdhë. Mos pandese e bën vetëm për mua, dgjë, mos harro se je shef plani. Ashtu është. Tani mere ti edhe nese do të marrësh në telefon mua. Ose dëgjë, e di ç'ke e këtu në shtëpi. Ashtu. Hajde gëzor. Mirë mbrëma shako bëje. Mirë mbrëma, Koli. Si u krysi. Faleminderit. Urdhra brenda. Jo, faleminderit. Kisha një dy fjalë me ty. Urdhra brenda. Të lutem. Një dy fjalë kam vetë. Si të duash. Si është puna? Kam një altë madhe shako bëje. Mi ka vend të dyja kemë në i këpurës kërë inxinjeri. O plani më thot o gjemë. Po pse vetëm ti do ta bësh planin? Pra ashtu i thash edhe unë.
Bile tani sa po kthehem nga shtëpia e tij. Por ai Mirë. Më do mash në dorën e tij. Ai do që unë të fshet të vërtetën dhe të them në mbledhje që fajin e pati si krolifti. Çfarë? Po, sigurisht. Ai kërkon të shkarkoj veten e tij dhe fajin të ajë tjetër kujt. Kështu më tha. Edhe unë budallaj e dëgjoja me vëmendje, edhe nuk mund t'i kundërshtoj dot, sepse kam frikë për ti. Frikë? Po përse duhet të kesh frikë? Nuk ta di unë më shoku Bujar. Sepse unë jam Koli i bindur, Koli i urtë, Koli që ka ndroje nga grua e tij parë, jo më nga kryengjinjeri. Ai që e mori, po dhe unë kam familje për të mbajtur. Vërtet, vërejtjen më hoqi, po më vë prapë. Djalën më futin punë, po më heq prapë. Më fundos kur të doj. Ja, pra ky jam, Koli. Nuk duhet jetë kështu, Koli. Është se e shoku Bujar, unë nuk duroj dot me. Më vjen turp nga vetja ime. Në qoftë se jam i pa Zotin në këtë punë, më ishni nga kjo detyrë. Bollë, nuk duroj dot. Alo. Kush jeni? Baba që kem. Kemi qenë zënë brëndaj. S'ka ndodhur gjë. Dhe Lina ka patur punë. Do vi sonde që kam nevojë të bisedoj. Po. Lu pafsh. Mirë mbrëma. Sonte, revistën televizive do ta filloj me një kronik të përgatitur në kantierin detar të Durrësit. Të dashur telespektatorë, së bashku me punëtorët, projektusit dhe montatorët e kantierit detar këtu në Durrës, po jetojmë çaste të një gëzimi të madh. Kur orëzohet me sukses të plot të mundi dhe djersa e tyre. Sinkrolifti me kapacitet të ngritës 500 ton, i pari i këtij lloji në vendin tonë ndërtuar me forcat e veta, po jep me sukses të plot provën e tij të parë. Ju lumshin duart shok punëtor, montator e projektus. Ky është urimi ynë sot për ata që punuan pa u lodhur e që ja arritën kësaj dite. Është me vend të dashur telespektator që të themi sot në këtë ditë të gëzuar për kolektivin e këtij kantieri, se puna e tyre i shërben rritjes dhe fuqizimit të kësaj qendre të rëndësishme të riparimit të anijeve tona. Tregon edhe një herë atë që njerëzit tanë, duke mposhtur pengesat e vështirësit, janë në gjendje që të prodhojnë edhe të tilla makineri e pajisje të komplikuar. Është me të vërtet një kënaqësi e veçantë tek she punëtorët e këtij kantieri të entuziazmuar për suksesin e tyre të ri. Edhe synimet e këtij kolektivi, siç mësuam nëpërmjet bisedave me punëtor e drejtues të këtij kantieri, janë për më tej.
Mirëmëngjes. Oh, po ti sigurisht të dytë. Po ja. Dytë jam, po. Ja kemi dalë të japim i dorë ndim shokëve të riparimit. Ashtu? Për ato borxhet e Emilit, pra, kemi dalë të gjithë. Aha. O zanën se pas ke marrë me vete? Para vëllon shpin. E pesa mi foli brëm televizor të dreqin? E pash. Kjo fjallë fa, po me mënd. Inxinjer, vërtet që si në prolifte në ngritit gjithë. Janë këshu ndodhë, po bushë. Rregullojmë anje, po të rregullojmë edhe vetën tonë.